Atër sot shënojmë 36 vjetorin e themelimit të formacionit të parë pavarësisht Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe me këtë shënojmë dhe një nismë të jashtëzakonshme historike të popullit të Kosovës, nismën për liri, pavarësi e demokraci. 36 vite më parë, intelektual të shuar të kohës, në krye me atin themeltar të Republikës Kosovës, presidentin historik Dr. Ibrahim Rugova, themeluan Lidhjen Demokratike të Kosovës, programi së cilës së shpejti u bë program nacional i gjithë popullit të Kosovës. Ky program synonte lirinë, synonte pavarësinë, synonte demokracinë. Kujtojmë gjithashtu edhe me dalja atë tanë që qëndruan me ne në periudha më të vështira të popullit të Kosovës dhe me krenari të madhe vazhdojmë rrugtimin ton politik drejt së ardhmes. Urime edhe juve edhe popullit të Kosovës, sepse siç e dini, LDK-ja para se të jetë parti politike ishte lëvizje e gjithë popullit të Kosovës. Kështu është nis, kështu do të jetë përgjithmonë në histori. Ju faleminderit gjithëve, urime edhe një herë.